duhet të lësh gjurmët e gishtave. Kjo gjë më bëri përshtypje dhe i thash unë nuk kam bërë ndonjë vepër penale, nuk ka asnjë akuzë ndaj me, nuk kam asnjë lloj aktiviteti që e qoftë dhe administrativ që të kam patur probleme, më kam hyrë, kam dalë, i thash nga Rishia përveç kësaj periudhe kohore, kur unë nuk isha qenë, pra për shkak thash të rastit Kacifas, por dhe në atë kohë i thash kam vulat në pasaport, që kam hyrë nga aeroporti i Athinës, Eleftheros Venizelos e kaj, dhe kam dalë nga aeroporti i Athinës. Aty nuk më dha përgjigje, por më tha do të japësh gjurmët e gishtave dhe ishte hera e parë që unë kam ikur në Greqi që në mars 91-shit, po hera e parë që lija gjurmët e gishtave. Dhe më mori foto dhe po ashtu retinën e syrit. Dhe kjo më bëri përshtypje dhe i thash, unë nuk jam kriminal, i thash që kam konsumuar një vepër penale që ju përmbani të qëndrim. Nuk foli, vetëm më tha, do të qëndroni këtu, tha, dhe është vija e treta që do të komunikoj me juve, tha, dhe do të japi vendimin pse ju jeni shpallur personi pa dëshiruar në territorin grek. Personi tjetër më ka mbajtur goxha, në fakt mbajti kot se ai fliste në telefon, mbas ai se dinte që unë dija greqisht, por ai fliste me familjar, me shok të vetët, se kishte ndonjë punë aty. Edhe në një moment e pa që më po lëvizja, në fakt edhe fillova acarova që tani ndaj mendjen, me që do më kthesh, më kthe, se kisha lënë tjetri që më priste për jashtë. Në të momente ai vjen me i ton ndryshe nga të tjerët, edhe me të vrasht, madje polici vijës parë erdhi më ritakoi edhe një herë brenda, si duke dorëzoi turnin. Dhe se pash ishte me çantën e shpinës, më foli edhe duke qeshur, në fakt më tha, "Re, çka ke bërë ti, tha, që po të mbajnë këtu?" Qeshë e iku. Ky tjetër pastaj edhe me këto shprehje që i përdori, po mua nuk është se më zhgënjyen, se unë e di që këtë lloj qëndrimi mbajnë. Dhe më dha vendimin atë formularin tip që është ai dhe tha do ta firmosësh kur shoh për çfarë më kishin shpallur personi pa dëshiruar. Dhe kur ishte edhe pika që përbën rrezik dhe kërcënim për rendin kushtetues dhe marrëdhëniet e brendshme dhe pastaj për marrëdhënien ndërkombëtare të Republikës Greqisë, më erdhi çik për të qeshur, fiksa ajo batuta e Fadil Hasës tek ajo telekomedia Oktapodi, sa i rrezikshëm pas kam qenë. Dhe aty më erdhi për të qeshur, po e mora atë vendimin dhe e firmosa në fakt dhe po shikoja se ishte shi i madh, po llogarisja atë hapësirën që do përshkoja nga aty ku isha deri tek ku ishte automjeti. Dhe shikoj reagimin aty nga mbrapa që largov, qërova nga Shqipëria, ju ktheva një moment i thash po shoh, po ruhem nga shiu, i thash, nuk po ruhem nga juve.